arbitrazh që fillon nga 250 milion euro dhe mund të shkojë 500 apo 750 milion euro, kryeministri duhet jetë shumë i vëmendshëm, sepse këto euro nuk i mbajnë nga xhepi kryeministrit, po i mbajnë nga xhepat e shqiptarëve. Unë nuk kam pretendime për zotin Rama, për arsye se ajo është kryeministri. S'keni pretendime apo s'doni ta lëshoni zotin Rama akoma? Jo, ajo është kryeministri ynë dhe ai ka detyra më të tjera, por shpresoj që njerëzit rreth tij e kanë informuar drejt. E kanë informuar drejt apo jo drejt? Nëse drejt. Por unë kam frikë se nuk është informuar drejt. Unë kam frikë se kryeministri nuk e din që unë jam prej tetorit, praktikisht nuk munde me vepru, nuk munde me punu prej tetorit e këndej. Ai nuk e din si që... nuk e di ka... Nuk e di. Ai nuk e di se a e din kryeministri se njerëzit e mi ndalin, inxhinierët e mi që unë i paguajn, inxhinierët e mi që janë në pagën time, ata ndalin në... A keni dyshime për njerëz tjerë politikë të përfshirë në këtë çështje? Nuk duhet spekuloj. Po keni dyshime? Nuk duhet spekuloj, por sinqerisht t'ju them se një kompani botërore, globale, si që është MAPCO, me 16.000 njerëz në përbot, në ata 16.000 njerëz ka edhe një shërbim investigativ. Keni dhe një shërbim sekret, investigativ? Jo, investigativ, që investikon... Dhe çfarë i ka dalë shërbimit tuaj? Nuk di unë, s'kom bisedu me ta, po ata sigurisht do të japin kontributin e vetë aty kur vjen koha, kur të pyeten. Pra, ata janë duke investiguar ndërkohë për të kuptuar se kush është përfshirë? Po jo vetëm Shqipërinë, po ata investigojnë edhe kontrata tjera, investigojnë rreziqet e ndryshme të kontratave tona. Janë shqiptar apo tuaj? Janë shqiptar apo tuaj? Ka pak shqiptar, po ka edhe të huaj. Dhe është një kompani që merret vetëm me investigimin e problemeve të MAPCO-s. Do të ishte e pamundur që ti të kesh një obligim, një kontratë 600 milion dikun në Kazastan, apo do të kesh dikun në Uzbekistan, apo çka ta diun në Kenya, edhe mos kesh një due diligence e cila duhet përcillet në mënyrë. Atëherë, bëj dhe një përmbledhje shumë të shkurtër të aeroportit Vlorës dhe duhet pyes për investimet e tjera në Shqipëri dhe e para. Aeroporti Vlorës nuk do fluturojë këtë verë. Aeroporti i Vlorës sa ju përket ndërtesave, kulles, zjarfiksve, administrates, terminalit, ajo mund nesër t'ja fillon punës. Nesër. Aty është dheu në mes. Ku dheu? Ai dheu nuk është i juni, ai dheu është i tjetër kujt. Ai dhe nuk është obligimi. Ka linja ajrore në botë që i ul pasagjerët në atë aeroport aq rrëmuj. Jo, çuni pak se kjo është rruga në keton e